Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës Berat Bozhala. Prap Berat Bozhala të na ofendue, të ja nis pe presidentës, kryeministrin e ton tjerë për ish shtartë e apo ish komandantat e ushtrisë lëndore të Kosovës që janë në Hag. Kishe që qeveria nuk ka boll për ta. Mirë po ka harrue se çfarë ka thonë për ta më herët. E tash, lot e krokodillit, edhe po kishe une po bëj që mos për ta. Shkojna mi ta ndëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku. Vjosa Osmani e Donika Gërvalla na kanë pështynë fytyrë që Qërë la poshin. E javën e funit dulën e thanë nuk është kanë pështymë, shi bike. Çfarë ignorante. Kam fjalën për zhvillimet e funit rreth gjykimit krerëve të UÇK-s në Hag, edhe mënyrën qysh ky pushtet po mundohet me na bind që krejt na jena bashk nonën e njëjtë, na nijen e njëjtë. Na jena krejt nonën e njëjtë, po ti nuk je. Dhe Bika i Thozi nuk është. Balan Sylla, Liri Mehmeti, kjo grupa juaj, Baton Axhiu, ju nuk jeni. Krejt na jem, po ju s'jeni. Shkojna miq? Pamja Vjosa Osmanit, duke u bashku mbi 100.000 njerëzve në sheshin e Prishtinës, që kërkonin drejtësi. Qërë çfarë rane? Po duhet me thonë ranë, sepse nuk jë ndalë 100.000 njerëz vetëm për ta, o ignorant. Ku është 17 vjetori? O dezinformues. Jë ndalë për dyjat, jë ndalë për komandantat, jë ndalë për festën e pavarësisë Kosovës. O Laposh, o Rancë, o Dallë Vergji, o dezinformues, mos dezinformo, se nuk jë ndalë 200.000 vetëm për UÇK-n, për ushtarët e komandantët e UÇK-s. Nuk jë ndalë. Jë ndalë edhe për ta, jë ndalë edhe për festë. O ignorant, o legend. Mos i përzi senet. Tregoj që shon, çish po i tregojëne. Gjithaj popull ka dalë edhe për festë, edhe për komandanta. Por jo vetëm për komandanta. Apo vetëm për festë. O legend. E dikune një qësh edhe disa të Çfarë fytyre? O kone pa imagjinu Fytyrë vorre. Para një viti, njerëz të këtëne. A dhe shkojmë çka ke thonë ti tash? 2 marsit të vit. Ja, më falni. I Vjosa Vitet e ardhshme, Kosovë janë pushtet prej vitit 2007. Shkoni mi. Pushtet, edhe komplet kjo kurs është bën në orkestrimin e tyre. Pra, këtu kërkush nuk ka faj PTK-s. Dorën zemër, o ka qenë kundër. Dorën zemër. Por që ta, ja thash ato fjalë më herët, për dezinformues që është. Për dezinformues që është. Se me dalë me thonë, një ndalë 200.000 vetë, vetëm për ta, ku po jetë pavarësia e Kosovës. Për shtaj e qita atë inati me këtë mashtrus. Shkojnë miq. Ka qenë kundër me këmgullje zot Eradina i kundër kësaj. Mirë po, nëse dikush e ka ndërshtu tribunalin, është Partia Demokratike e Kosovës, zoti Thoçi. Pra, nuk ka këtu, nuk ka diskutabile kurse. Pra, qysh flitet, qysh thuket? Do të ketë akuzë ose akt akuzë në këtë rast për pastrim etnik të serbëve. Ku përdin të ashtë i këto? Tregoja popullit. Ku përdin ti që do të ketë akuzë, nën akuzë për ta? Tregonaj. Se pa di diçka ti s'fol. Ti ke di diçka po fol. Çka po thut që tash ti para 6-7 vjetë po dalin tash. Tregonaj. Si me pas. Pasin etnik serbe pas luftës, pas qeshurit natës. që thëmë ma herët që ka
dëshmi, fakti kena përmend edhe me një dokumentar, zona se aktualisht në fshat nuk jetojmë çastin prapë i klasës tonë politike, si s'ka arrit me çu rastin çatin instancë për na vazhdimisht në vetëmbrojtje. Për përfitimet të tilla politike, zoti Thasi dhe të tjerët, për me qenë si më thonë partner bashkisë ndërkombëtare, vazhdimisht i kanë shkelë viktimat shqiptare, edhe kanë bërë kompromise në llogari tonë, sepse Serbia ka qenë agresor, nuk ka dyshim. Mirë, po këta për me qenë djemë mirë në problematik gajs në Bruxelles, që kanë bërë këta kanë thonë. A folë që të ke marrë? Për presidentën e për kryeministrin? Ta shëllat fjallë e matrona. Ata të tyne, apo të këtina, misë të dashër? Gjësë ata pas kanë pështiftyrit, pas kanë gënije, pas kanë thonë që e ndarë shtut, që e ndarë shtut, kena bo qikash, kena thonë qikash. Miq, kjo ishte vetëm për sot, mirë po ashtë me të radhës, se me të vërtet këtë qëtë për vetë vetës.